Dashurit e mi I trishtu njerëzit me këtë Kur'an. Po e spjegojnë Kur'anin edhe Islamin se si të bash fetar, ty kanë më të kape gjinoja, minëherë kanë më të kapën, edhe tash ditush me shku. Pas shatë madhin Allah, hala nuk kam gjetë ajet që shkruan këto për kismet. Sa të mdal kismeti. Andaj let jetë ky Ramazan që mi I tregu na vetës se hoxha prej 96-ës e lexoj Kur'ani Kerimin. Prej 2002-ës e kuptoj Kur'ani Kerimin edhe kur ta lexoj në gjuhën që është zbritën. Dhe kemi lexuar shumë komentimet Kur'ani Kerimit. Pa shatë madhin Allah, hala nuk kam gjetë ajet që shkruan këto për kismet. Sa të mdal kismeti. Hala nuk kam gjetë ajet kuranor me shkruan që më të hez biznisi marë. Hala nuk kam gjetë ajet kuranor për me shkruan se dikush a jam të tut prej tina apo diçka tjetër. Dashurit e mi I trishtu njerëzit me këtë Kur'an. Po e spjegojnë Kur'anin edhe Islamin se si të bash fetar, ty kanë më të kape gjinoja, minëherë kanë më të kapën, edhe tash ditush me shku. A e gjinoja metën veç të muslimant metën, a? Pse bre tjertë nuk po I rrok?